sa kena pritna. Me po vendin ton t'u lullzu, mos me kene vet në zgjidhje me u largu. Kun mendon shumë para nesh, dhanë si t'jetën për këtë vend, tu je prit një dit, botë me ndrit, me jetu, u du, vendin tim me gzu. E jo me po pak me vjallin, me mbjetu, s'është me jetu, u du, vendin tim me gzu. E jo me po pak me vjallin, me mbjetu, s'është qa kena prit ma. Tash është këtu ton mari feti, nuk ka lindas një pushteti. Se menon ma shumë për na, se menon na i për veti. Qa jena tu i prit ma, ka altida me u që për veti, e jo për një të për pushteti, që jena të i prit ma, boljena ro pruna, ma mirë se me prit se na e bën pjetri, ma mirë e bojmë na për veti, e bojmë na për veti. Me jetu, po du, vendin tim me gzu. E jo me bo pak me djallin, me mbjetu, s'është me jetu, po du, vendin tim me gzu. E jo me bo pak me djallin, me mbjetu, s'është me jetu, po du, vendin tim me gzu. E jo me bo pak me djallin, me mbjetu, s'është me jetu, me ty. Faleminderit. Ca rrugës kryesore duan që pa isha i vetë muar, të pash me shoqe dorë për dore, duke që shone unë lastruar, bishtë të syrin më shikove, u bona gati unë ty me ta shumë na i fjallë, për nga trugën e mbrove, e fjallën fyti mua ma kenda hal, hajde sa nuk e vonu, së të digi si cigare, mos së mundo me gjujt me mu, s'ka hajgore, hajde sa nuk e vonu, së të digi si cigare, mos së mundo me gjujt me mu, s'ka hajgore. Hajde mamma, më prejmë bashkë. Piriri, pip, 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 piriri, piriri,
Hajde refren. Hajde sa nuk e vonum, se unë dhe djegi si cigare, mos të mundo me lujt me mu, ska hajgare. Falenderit, mi do trokitje për e dita doli. Aman, jo duar trokitje pa fund për kolegun ton, për një prej djemve super të mirë që i ka stafi, Ndriçim Gazia! Faleminderit. Faleminderit. Ja nesër më ku shfaqet, po. Ja Qysh nesër jemi, më ma? mladu. A je mirë? Mirë, super. Mirë me program, mirë me kënga, e lëshojmë këngën e re. Këngën e radios që e ka bo Ndriçimi. Hajde një A, ta është ta? lëshojmë pak. Na e lëshojmë radar, uroj se ki haru, jo? Jo. Është po për 25 vjetorin. A kena me zbulu shumë sendet mira sot, për shembull? A kena me i dhonë disa... Se a keni bo publika, jo? Jo, alo, dhe pak. Vetë dhe pak. E lash. Ishte të shka, po s'po muj me full... Nuk po muj me full pa prezencën e... Okej. Bashkëvuajtësës. Se a ditë qysh t'isha ardhi përgatitën ashta edhe e kisha mujt me full. Po kështu që njerë ma mirë. Sa u bë? Qa thot shefi? Kështu që... Se gati u mur veshke. A ditë qysh hint apo japim, kështu që po besoj që u kuptu. Po s'dul pigues tema. Kështu që mire na. S'kan qa prejnë, s'kan qa shpërndojnë. Po normal. Për ty e ta që jemi rrit me ty bashkim veshe sy 25 vjet dashuri e lumturi e ndaj me ty 25 vjet sto qytet e në sto shtet zani që ju ndje 25 vjet dashuri e lumturin e ndaj me ty 25 vjet sto qytet e S'më besohet që shkoj gjysvitja. Zani që ju ndjek. Jemi afru të 26 vjetori i Radio Lugaxhinit. Në tinguj të shpirtit zemra ti mbushim plot jet Nën yjet Qka pjesa e me preferume? Është tamam këngë për frymën që ka radio. E vërtet, kur... Qa mi thonë? A mi thonë si sfid që e pa ta marrë për me shkryt se u kun kua shumë e limitume. Po, Që e kemi pa? Shumë pak kohë keni pas. 4-5 dit? Keni punu deri në mëngjes. Po, e vërtet. Teksti do me thonë u bo për një orë gjysë, shto. Edhe një 4 orë me Gen Goranin Gellen, kolegën tonë, e kemi qësu në studio të aj. Bashkë ka qenë edhe një kolege, një shoqe, një vajtë shumë e talentume që kemi pas edhe me vesën në Supertrend, Elona Sadiko. E përshëndesim edhe ato se edhe ajo ka qenë pjesë e këngës, back vokalet edhe këto lullet e bukra i ka bua ajo. Kështu që edhe plurati ka qenë me violin. Kime mëmit me vo diçka të pa mundur për të mundur me vo për 3-4 orë, sa me thonë. Sa kohë shkoj që je pjesë e radios? Fix bashkë ma heret kur u futa në studio që mu bo ftesa ma orët sa të në radar, u bënën thashë 2 vjetës kur nga kun pjesë e radarit, kështu që herë në fundit kur im kunë në radar, kun një javë para se me fillu me startu në Radio Lugaxhin. Po shkojnë vitëm. Ku e kemi ndryqimin së fundmi me muzikë? Ku e gjejmë? Ndryqimin gjithandej, s'pëdi as vetë ka me thonë. E kum pas një periud pak pauzë një 2 muajsh, për nuk përdu me folë për atim. Tash ju më këtid ma i fushishëm se kur. Edhe për në majtë që kjo periud më ka bo shumë e mendu, më ka bo shumë i hapë sytë edhe një farë mënyre, një restart të jetës dhe vetë vetës teme. Kështu që po besoj që
çdo plan çka është ka më marrë shumë as seriozisht edhe ka më konë edhe një farë motivi për të ardhmen, po besoj që shumë shpejt ka më pas edhe sene të reja. Kam kështu projekte, këngë që i shkruaj konstant, po gjithmonë është ajo pjesa që i lo gjys, nuk e di pse kam që të keqe, ja nisi një këngë e lo në gjys, ja nisi një tjetër e lo në gjys, po qëta shem të shkruajt një këngë, besoj se në farë mënyrë këtë shpirtin jam të mundu me lo në që atë, po besoj sa ma shpejt. Qa është kënga? është dedikim për një person shumë të rëndësishëm në jetën tëme. Edhe Këqyre ndryshim, unë ty të njoh së fundmi se njoh shumë mirë familjen tënde. Për pas që unë njoh ndryshimin edhe familjen e njeh i tanë qyteti familjen tënde dhe e di se duhet patjetër me ta thonë. Krejt qyteti gëzon shumë respekt për familjen që ti ke, për babin, për nanën, që besoj shumë edhe tash është me ne, por pavarësisht gjitha fjalëve që unë kam dëgju për familjen e mrekullueshme që ti e ke, unë kam pa një djalë që është shumë i përkushtuar ndaj saj, edhe që ti ke vrapu deri në sekondin e fundit dhe deri në frymën e fundit nanës. Është shpërblim, është mrekulli, është shumë fat me pas familja, fëmijë si ndryshimi. Faleminderit. A din qysh, gjatë kësaj periudhe gjithmonë ju mundu me qenë i heshtën, kum folë shumë i heshtën, nuk më dashtë problemet e mija me i përqu të tjertë. Sa do i heshtën që ju më konë mrena kum pas një britm shumë të madhe që s'kum dashtë me qitë. Edhe po në këto raste thjesht ishtë dikush që po ta jep një forcë të madhe dhe të bëjke me pa që jeta shumë e bukur edhe duhet me gëzu për aq ku sa jena këto. Për ata që po na ndëgjojnë për momentin, ndryshimi ka pas së fundmi një humbje të madhe në familje, ka humb nanën, edhe derisa ne kemi punu gjatë këtij viti, ndryshimi ka pas raste kur ka thirrën në telefon, por është një ekip e tanë që mirët me stafin edhe unë shpesh herë ka ndodhur edhe mos me pa thirrjen, me thirr ma vonë ose me thirr të nesërmen, më ka dalë mend, por në momentin kur pati të lashëm me shëndetin e nanës vet, thirrin telefon edhe kërkoj një farë sqarimi ose informacione rreth disa dokumenteve. Prej atij momenti, ndryshimi ka fjet për net të tëra në Brezovicë se duhej ajri i pastër për nanën e vet. Ka vrapu në spitale pafund, për ndryshim mu vazhdon mos me mu largu pamja e asaj dite kur të kom pa rrugës Santes pa frymti duke vrapu. Është interesant që e kum pa veten nashta në pasqyrë kështu, e kum pa veten mas një 2 javë, realisht nuk isha unë të pa veten hiç as edhe një moment dhe e pash isha zbej plotësisht. Edhe mandej për një moment ja nisa pak më shqetësu edhe për veten. Për prindin sado që mundet më këtë su gjendja ose diçka dhe adin çdo njëri dikur në kësi raste dhe mundet më u dorëzu ke erë një moment ku thjesht doshta mu pajtu me realitetin dhe po është shisha që zemra nuk më leke dhe kum luftu dhe në momentin e fundit për këta jam ma i qetë për arsye që si familje jemi mundu mi bo gjitha për ta edhe çka unë në dorën tonë i kemi bo krejt edhe për këtë arsye jam ma i qetë e ditë që edhe ajo është të më jap forcë për me vazhdu jetën edhe me motivu për të ardhmen. Njerëzve të mirë, Zoti ju jep një mesazh, ty atë mesazh ta dha që s'po don me zbulu sot. Po. Është më i bukur mesazh, po kjo ju jepet vetëm njerëzve të mirë, mi u dhon
ma shumë forcë. Ti e kthy, ti po këndon. Po. Edhe ma i fort, edhe unë veç kisha dosht me përshëndet shumë familjen tënde, babin, me përshëndet shumë, për gjithë respektin që i bën edhe radios tonë. Dhe po vazhdoj me muzikë. Pa tjetër. Me çfarë këngë do vazhdojmë? A dhe qysh, edhe në Super Trend për shembull, asnjëherë nuk e bëj një listë se çka kam me kënu sonte. Për shembull. Kështu që edhe sot nuk erdha me ndonjë plan çfarë du me kënu sot, kështu që edhe ç'tash pe nisim. Unë uroj ndryshime me qenë në skenat ndërkombëtare, se si natyrë, si stil, si ngjyrë e zanit, kish me ecë shumë në skena ndërkombëtare, se je ngjyrë e ngjashme e zanit me shumë yje botërore të muzikës pop. Shkojmë ndryshim. Faleminderit. Okej, po du me kënu vetëm një pjesë të vogël, një këngës të Ed Sheeran. Mandej po kthehemi diçka pe gjallënuin pak. Hajde, okay. Kjo pak më atë shit. I wish that heaven had visiting hours, so I can just show up and bring the news that she's getting older. I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay a while? I will put on the world to rise. The little ones were growing, I still drink your favorite wine. And soon they go into close, but I see you another day. So much has changed since you've been away. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. As the sky, there you look upon them. Tremble and fall o'er the mountains, should tremble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Faleminderit. Thank you. A me vazhdu? Si dritje.
Me vazhdu edhe një të lutëm të pak. Okej, a be bojmë shep anglisht? Zgjodh ti? Okej. Hajde shep e bojmë pak. Hajde. Ndoshta diku në djeshtën e shumë tu e me ku që dhe bini neve një të shimë si aroj putja që mi falje dhe jetën që ma more ti. Ndoshta diku në djeshtën e shumë tu e me ku që dhe bini neve një të shimë si aroj putja që mi falje dhe jetën që ma more ti. Ktheu prap si anëzëll qilja ki uno vrapo e dashura ime vrapo dhe janë gjirin tim. Ktheu prap si anëzëll qilja ki uno vrapo e dashura ime vrapo dhe janë gjirin tim. Kujtoj takimet tona kodra deta ku jepnim besën njëri tjetrit se s'bashku do t'jemi gjithmonë dhe s'do të ndohemi për jetë. Kujtoj takimet tona kodra deta ku jepnim besën njëri tjetrit se s'bashku do t'jemi gjithmonë dhe s'do të ndohemi për jetë. Ktheu prap si anëzëll qilja ki uno vrapo e dashura ime vrapo dhe janë gjirin tim. Ktheu prap si anëzëll qilja ki uno vrapo e dashura ime vrapo dhe janë gjirin tim. Se do t'i dua ato dy sy qka t'i vash falmi mua. Se do t'i dua unë për gjithmonë. Se do t'i dua ato dy sy qka t'i vash falmi mua. Se do t'i dua për gjithmonë. Ku jena sonte? Sonte jam me një event ku ka më qenë një ceremoni. Po, është privat ceremoni e diplomimit maturantave. Jam i këtu atë. E për neve ku je? Qëto? Këto, okej. Mbrëmjeve kryesisht je me muzikë në Gjakov, Prishtinë, Ja, Ferizaj? kryesisht, nëse flasim kështu mas normal, qyteti ku performoj mas shpesh është Prishtina. Po tash është edhe sezona që po afrohemi, tash jena gjithandej. Gjithandej. Qërë mu më konvenon normal, më konvenon ma shumë në Prishtinë, nëse jam qëtu i kry ma shpejt. Para 2 viteve, do me thonë, kryesisht gjithmonë 90% datave që akum pas i nkun në Prishtinë. Vitin e kalum i nkun shumë mix edhe zdi nëse të kujtohet që vjetë u kun shumë nxehtë si verë edhe qaq u pata lodh. Do me thonë, ke të merë. Do në kojnë më konë në rrugë edhe problemi është që na vazhdojmë si muzikanta do të më shku gjithmonë të pakten një orë e gjysmë ma herët për shkak të zërimit me bo soundcheck. Edhe gjithmonë kur u deshke më shku me një qytet tjetër të paktën 2 orë u do të ke ma herët u nisë. Gjithmonë që i vakti Tani ktheu mbrëmje vonë. Për mbrëmje nuk e kisha problemi është ai vakti keq. Jo, mëngjesi, masditja o konë. Ti pas ditët i ke pas për shkak nxehtit, as ke klimën vetur. Po, s'bëj ke punë. Unë s'bëj as klima, po mirë atë. Se plot desa dilshe pri qytetit. Veç ndryshim, ka plot këngëtar që kërkojnë me pas angazhimin tënd. Ne jam shumë i lumtur. Gjithmonë faleminderit. A është e ngarkuar edhe kjo sezon?
Po besoj që po, domethënë vetëm Duket ju i keni kryesisht ato hapjet e dasmave apo ai kokteli. Po. Kryesisht është ajo dhe pjesa ndosma për shembull është pjesa e koktelit që më thirrin më shpesh, ndodhen thirrën pjesën kur hyn çifti, anusja me dhëndër dhe Me cilën këngë hyn? Kryesisht çamalypin është Unë dhe te Alban Skendelaj ose Perfect e të Sheeran. Okej. Dhe Sa kemi avancua? Po. Va. Besa janë edhe do tjera që as vetë kur si kisha një edhe thesha Edhe i kërkojnë, po Jo, super. më kanë pëlqy si këngë edhe normal i kom mësu edhe i kom interpretu. Mirë kjo pjesa, e kam një farë ndjeshmëria ashtu kur futet çifti, nuk e di pse bona shumë i buta ashtu edhe e ndjej çat moment, nuk e di pse. Shumë moment. Jo, duket shumë moment magjik, më duket shumë moment i bukur. Magjik, mirë, tash mos. Jo. Ndriçim Gazia ishte në studio, shumë kënaqësime të pas ndriçim. Faleminderit shumë. Je i shkëlqyshëm. Si gjithmonë në shpe, këto jam... Shqyr që të kemi pjesë të stafit. Edhe më shqyr që ju kam juve. Të shkoftë mbar, pra ndriçimin e vesën ju e keni çdo të martë live në mbrëmje me muzikë, me diskutime shumë, janë si çift që realizojnë një program, edhe kur ma mirë s'kan kalu bashkë se në këto të martë, përndryshe përpara i keni pas të djelave me të lashet që zakonisht kam familjet ose për parësit që kam familjet, kam pas një program familjar shumë të mirë. E kemi pas shumë mirë, po ndikoj ke pak edhe të na, kështu që ma mirë që kemi dalë në muzikë, tash vesh po knojnë. Po.